Hapë në për krejt qytetarët e Kosovës. Festivali është i hapër për gjithë qytetarët, do të mbajë, me thonë, fillon nga ora 10. Fatmirësisht kemi edhe mbështetjen e institucioneve, të cilët shpresojmë se kemi edhe prezant gjatë këtyre 2 ditëve. Po mbi të gjitha shpresojmë për shkak se ky festival nuk është për komunitetet roma shkalje egjiptian. Ky festival është për komunitetet të tjera, më shumë themi. Pse shumë histori dhe shumë hulumtime na kanë treguar që mungesa e kontakteve të para me komunitetet roma shkalje egjiptian ka rrit diskriminimin në drejtim të tyre. Përderisa momentet e para kur njerëzit e kanë kriju një lidhje, kanë fillu të njihen me trashëgimin, kulturën, me historinë, priardhjen se pri ka janë komunitetet roma shkalje egjiptian, cila është ajo cila dallon këto 3 komunitete ndërmjet veti, për shkak se të trijat atë sa dallojnë, atë që jemi edhe të ngjajshme. Jo vetëm këto 3 komunitete, po edhe ne si shqiptarë dhe ne të tjera komunitetet që jetojmë, etnik të tjera që jetojmë në Kosovë. Kështu që është një element që ne shpresojmë nëpërmjet festivalit